Çfarë ndodhi? Arrestuar për vrasjen e bashkëshortes Naimur Seli dërgohet drejt spitalit. Naimur Seli, akuzuar për vrasjen e gruas së tij Lirdona Demajt, është dërguar në klinikën e neurologjisë në QKUK. Nga pamjet e siguruara nga mediat, ai ishi i prangosur në këmbë duar. Theksojmë se Naimur Seli, dyshuari kryesor për vrasjen e Lirdona Demajt, u deklarua i pafajshëm. Për postë të tjerave i ka thënë se nëse vërtetohen pretendimet e prokurorisë, ai vetë do të kërkojë dënim të përjetshëm për veten. Më 4 qershor në gjykat u pranua kërkesa avokates së Naimur Selit Teuta Zhini Potoku që klientit të saj t'i bëhet ekzaminimi i statusit mendor. Ajo shtoi se ky ekzaminim është thelbësor për të vlerësuar nëse Murseli është në gjendje të ndjekë rrjedhën e shqyrtimeve gjyqësore dhe të konsultohet me avokatët e tij. Konsiderojmë se kur të arrihet sigurimi i kësaj prove që do të realizoj grupi i ekspertëve pranë QKUK-s dhe Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës, atëherë në varësi të gjetjeve të vazhdohet me procesin gjyqësor, theksoi avokatja, duke shtuar se ky proces kërkon maturi dhe panshmëri dhe palambrojt se nuk kërkon trajtim të veçantë.